Për të evidentuar sa më shumë potencialin e Shqipërisë, u zhvillua në Tiranë pak ditë më parë forumi i parë i investimeve BE Ballkani Perëndimor, që synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Unionit Evropian. Ky forum inkurajon dialogun mes investitorëve të rëndësishëm, liderëve politik dhe udhëheqësve të biznesit, duke vënë theksin tek fuqia e investimeve strategjike në transformimin ekonomik të vendeve, duke analizuar përvojën konkrete të vendeve të Europës qendrore dhe lindore, të cilat kanë shënuar histori suksesi në zhvillimin e tyre ekonomik pas antarësimit. Për kryeministrin Edi Rama, vendi ynë po kthehet në horizont të ri, duke nënkuptuar se investimet europiane gjejnë një ritëm shpejtësie të re, ku inovacioni nuk e gjen veten të zhytur në pirgje letrash, por si një nevojë e përditshme që përmbushet nga përkushtimi i pakushtzuar ndaj Bashkimit Evropian. Nga kërkesa jonë për antarësim teorik synë për rritje, po përvijohet një hartë e re, jo në letër, por në hapin tonë të ardhurit bashkë e më afër Bashkimit Evropian, në fluksin e turistëve dhe investimeve europiane dhe në zgjimin e një ideje të thjeshtë, por të fuqishme që Ballkani Perëndimor nuk është oborri i pasëm i Europës, as lagja e tij e dorës së dytë, por horizonti i tij i ri. Një horizont i ri, jo prej muresh e kufinsh, por horizont energjie dhe imagjinate. Një horizont ku Europa mund të rizbulojë shkathësinë e saj dhe nxitjen krijuese. Sa më shumë hedhim syt nga bota rreth nesh, ku loja e madhe e ekonomisë lëviz me shpejtësi, ku zinxhirët e furnizimit dridhen, ku teknologjia riformson jetën orë pas ore, ku tranzicioni i gjelbër kërkon jo vetëm rregulla, por kuraj, aq më shumë ndjejmë si kur më parë nevojën për më shumë Europë. Horizonti i ri për mua do të thotë një vend ku investimet europiane gjejnë një ritëm shpejtësie të ri, ku inovacioni nuk e gjen veten të zhytur në pirgje e letrash, e ku rezistenca nuk është slogan, por një nevojë e përditshme që përmbushet nga përkushtimi i pakushtëzuar ndaj Bashkimit të Europës. Ndaj, le ta zëvendësojmë potencialin me qëllim, le ta kthejmë këtë kënd të Europës në një korsi të shpejtë të transformimit të Europës. Le të imagjinojmë një zonë të përbashkët të horizontit të ri, një ekosistem të ndërlidhur, ku investimet miratohen, jo për vite të tëra, por vetëm për muaj, ku përputhshmëria është e thjeshtë e transparente dhe e ndihmuar nga inovacioni, digitalizimi, inteligjenca artificiale, ku ligjet e tregut piktakohen me vlerat e Bashkimit Evropian. Le ta bëjmë një hapësirë të gjallë jetese për bizneset e sjella afër, jo vetëm në prodhim, por në besim. Le ta bëjmë një vend ku kompanitë europiane vijnë jo për krahun e lirë të punës, por për partneritete inteligjente. Vetë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ndal në disa pika të rëndësishme që lidhen me zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe rajonit. Në fillim kur dëshironin që Shqipëria të bëjë pjesë e hapësirës së përbashkët të pagesës në euro SEPA, shërbimet e mia thanë që do të duhej të bënit shumë punë nga ana juaj, do duhej shumë vendosmëri për të miratuar reformat dhe shumë kohë, por për më pak se 2 vjet e bët realitet. Që javën e shkuar, kompanitë këtu në Shqipëri mund të dërgojnë para në BE të marrin para prej andej me kosto të ulta dhe ambasadori im më tha që e ka provuar sistemin. Tarifat e transaksioneve në Ballkanin Perëndimor ishin 6 herë më të larta se sa në Bashkimin Evropian, ndërkohë që antarësimi në SEPA do t'ju kursej kompanive tuaja plot 500 milion euro në vit. Këto janë para reale në bilancet tuaja. Rreth 4 miliardë euro pritet të investohen në rajon përmes implementimit të projekteve të ndryshme. Shqipëria do të jetë përfituese e 2 projekteve që lidhen me fushën e energjisë së rinovueshme dhe një në sektorin e mbetjeve industriale. Ekonomitë tuaja janë të prirura të rriten tashmë me shpejtësi vitet që vijnë dhe ne e miratuam planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, saktësisht për këtë arsye. Bëhet çel sektorët e vet të ekonomisë për bizneset tuaja. Së bashku punojmë për reforma për të pasur një fushë të barabartë loje dhe krah reformave vijnë investimet. Plani i rritjes i Ballkanit Perëndimor synon dyfishimin e prodhimit të brendshëm bruto në rajon për dekadën e ardhshme, kështu që mesazhi im për investitorët sot është i drejtë për drejtë. Mos e lini t'ju humbas kjo mundësi, koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani. Më vjen mirë të shoh kaq shumë për ju sot të gatshëm për të përfituar mundësitë e biznesit që krijohen nga një integrim më i afërt. Kompanitë lokale do të rriten fal investimeve europiane dhe kompanitë nga BE-ja do zgjerojnë veprimtarinë e tyre në rajon, duke krijuar vende pune lokale dhe mundësi të reja. Në kuadër të planit ton të rritjes për Ballkanin Perëndimor, po ndërtojmë një autostradë të tregut të përbashkët. Synimi është të sjellim industritë lokale me zinxhirët kontinental të furnizimit, ta bëjmë këtë me integrimin rregullator e po kushtuam aleanca industriale midis kompanive në rajon dhe në BE.
Javët e fundit, Tirana u kthye në epiqendrën e forumeve ekonomike, duke tërhequr vëmendjen e investitorëve të huaj gjithnjë më shumë. I tillë ishte edhe forumi i biznesit Shqipëri-Turqi, ku sipas kryeministrit Edi Rama, volumi i shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve ka arritur në shifra rekord vit pas viti. 10 vjet më parë me presidentin Recep Tayyip Erdogan vum një objektiv të thjeshtë: të dyfishonim shkëmbimet tona tregtare. Sot kemi shkuar përtej, nga 250 milion euro në mbi 1 miliard vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti. Nga 300 sipërmarrje me kapital turk në mbi 1000 sot. Nga disa qindra punonjës në 15.000 të tillë që punojnë në sipërmarrjet turke në vendin tonë. Shqipëria sot nuk është më ishulli i mbyllur që dikur e përshkruanin. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd, dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Vetëm këtë vit, 300.000 turistë nga Turqia zgjodhen Shqipëri. Kjo është e jashtëzakonshme, po të mendosh se jo shumë vite më parë ata numëroheshin me gishtat e dorës. Oreksi vjen duke ngrënë, thot përsëri një fjalë që e kemi të përbashkët ndaj EAN-i. EAN-i të punojmë bashkë për suksesin, ta rrokim atë dhe ta shijojmë bashkarisht. Shqipëria është sot porta më e afërt e Turqisë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria është sot një partner i qëndrueshëm në siguri, në energji, në turizëm dhe në teknologji. Ndërsa zëvendës kryeministre Belinda Balluku gjatë fjalës së saj në forumin e biznesit Shqipëri-Turqi përmendi disa nga lehtësirat fiskale që ofron vendi ynë për investitorët e huaj. Ky samit ekonomik është jo vetëm një platformë për të diskutuar mbi investimet, por dhe një pasqyrë e gjallë e marrëdhënieve të ngushta dhe të qëndrueshme që ekzistojnë ndërmjet dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Turqisë. Partneriteti mes Shqipërisë dhe Turqisë është ndërtuar mbi besimin e ndërsjellë dhe vizionin e përbashkët për zhvillim dhe stabilitet në rajon. Sot jam këtu për të forcuar më tej këto ura bashkëpunime, për të eksploruar mundësi të reja, investime dhe për t'i dhënë një impuls të ri marrëdhënieve tona ekonomike.